Allahu xhallashanu nuk shikon fizionominë juaj. As nuk shikon në pamjen e juaj. As nuk shikon pronën e jashtmen e juaj. Allahu xhallashanu shikon në zemrat e juaja. Pra vendi ku Allahu xhallashanu sheh tek ne është zemra. Andaj fokusi jon kryesor në jetën tonë duhet të jetë përmirësimi i kësaj zemrave. Sepse nga shikimi i Allahu xhallashanu në zemrën tonë varet pastaj edhe pranimi i veprave. Andaj thot Ibn Qayyim, Allah e mëshiroft, veprat janë forma. Veprat janë forma e jashtme që njeriu i kryen, ndërsa brendësia e këtyre veprave, shpirti i këtyre veprave, ai i cili këtë vepër e pan të gjallë dhe i jep kuptim dhe i jep pranim tek Allahu subhanahu wa taala, është brendësia, është sinqeriteti i cili sigurisht se e ka burimin në zemrën e njeriu. Andaj kushdo që vepra e tij të ngritet tek Allahu subhanahu wa taala, të pranohet tek Allahu xhallashanu, të vlerësohet tek Allahu xhallashanu, duhet ta di se burimi i kësaj është zemra. A buron nga zemra e nënshtruar ndaj Allahut subhanahu wa taala, a buron nga zemra e cila don dhe e dëshiron Allahun subhanahu wa taala, a buron nga zemra e cila me dashuri i kryen këtë punë, a buron nga zemra e cila me kënaqësi i kryen këtë punë, a buron nga zemra e cila është e qetë pasi ka kryer këtë punë, a buron nga zemra e cila kur i kryen këtë punë nuk dëshiron asgjë tjetër pos kënaqësinë e Zotit fuqiplot. Të gjitha këto vendi i tyre është zemra, cilën Allahu subhanahu wa taala e sheh dhe nuk kalon askuj akses qasje në brendësinë e zemrës së njeriu. Andaj, si rrjedh e kësaj, nuk ka të drejtë askush ta gjykojë veprimin e askujt, në pranim ose në mospranim. Askush nuk ka të drejtë ta gjykojë veprimin e dikujt në pranim ose në mospranimin e veprës. Kjo është çështja e parë dhe prej çështjeve më madhore, sepse të gjithë jetën tonë cilën e bëjmë, angazhimet cilat i bëjmë, punët cilat i bëjmë, ndalesat nga të cilat ndalohemi, sigurisht se të gjitha këto i bëjmë me një qëllim, pranimin e tyre tek Allahu subhanahu wa taala. Andaj, nëse se derti dhe brenga jonë është apo i pranon Zoti këto punë cilat i bëjmë, sigurisht se shikimin duhet ta kthejmë tek pastërtia e zemrës dhe orientimi i kësaj zemre, sepse varësisht nga ajo që buron nga zemra, do të jetë edhe rezultati i pranimit të punëve dhe veprave tona.